Përshëndetje vëllezër e motra gjithëve. Nga Gjermania, si që peshqeni, si që po për i kisha disa raste familjare që mu desh pa tjetër të vinë në Kosovë dhe ndoshta nuk kam qenë i qas shumë për shumë njerëz që keni pas nevojë për mua. Une nga Shtunja që i bie nesër, e dielja pastaj jova tjetër komplet, do të mundona sa më shumë që të jetë e mundur pra të jem aktiv për secilin dhe t'ju ndihmoj secilit që keni nevojë për diçka. Jashtë t'ju njoftoj kështu për në mos të madhe që të jeni krejt në djeni, se si erdha këtu kum pas met mrapa pra me shumë punë, shumë që thujnë, edhe u desh pra mi nejt gati mi kry, edhe siç po duket sot paka shumë për normalizoj, se tash dolim për një pauzë, po ishëm jena me një konferencë në një mbledhje shumë të madhe, diçka kështu për çështje të punës, edhe une ju përshëndes të gjithëve pra, si që njoftova nga e Shtunja nesër, e dilja pra, do të jem shumë i aktiv për juve. Ju përshëndes të gjithëve, me respekt, Muhamet Bajrami Meti, kalani sa më mirë.